A jem në rregull, a? Okej. Këvëllazimi vjetë me këtë përdojnë. Me numër 11 kapiten Atik Kushi, numër 0 Antoine Walker, numër 1 Ariana Zim, numër 2 Embri Beer, numër 3 Trey Anderson, numër 6 Eden Zingu, numër 9 Jerry Cole Helms, numër 15 Orvar Sinani, numër 33 Jason Jedebo, numër 44 Tom Poloshka. Trajner e ekipit Jeremy Nosari, asistent Doran Horo dhe ndërkombës. Drepsha. Me numër 0 kapiten Anes Goshi. Me numër 1 Veniz Aliti. Me numër 2 Samuel Hunter. Me numër 3 Michael Green. Me numër 7 Batin Tuna. Me numër 8 Junior Metro. Me numër 2 vjetë Trigon Ayris, me numër 1 vjetë Mikael Bushish, me numër 5 vjetë Michael Myers, me numër 23 Riyad Ferrati, me numër 32 Mikel Kotor, me numër 35 Dardan Kapiti. Trajner ekipit Atis Beshiragi që asistent me Trezeshiri Ibrahim Esidë dhe Diaman Qaush. Refer për sonde Ardan Goshi, Misar Bunjoku dhe Drem Përdu.
Të ndëruar shikues, mirë mbrëma, ju përshëndes drejt për së drejtin nga palestra sportive Minatori në Mitrovic, ku për pak qaste do të përcjellim së bashku duelin e vlefshëm për gjiron e 24 në Prokredit Superligën e basketbollit kosovar në mes të Trepçës e vllazнимit. Trepça që mban pozitën e dytë në tabel me 15 fitore, 8 pjesëmarrje për pra vllaznimin që ndodhet në zonën e play-offit, mban pozitën e 5 me 11 fitore e 12 humbje. Të dyja skuadrat pësuan në gjiron e kaluar, Trepça u poshtë në Therand nga Golden Eagle Yli 82-74, ndërsa vllaznimi në Shalinushi pësoi pjesëmarrjen nga Bashkimi me rezultat 61 me 67. Ajo fitore e Bashkimit bëri që Mitrovicasit ta humbasin edhe kreun e renditjes tabelare, pra pas 23 gjirove tani Bashkimi i prin tabelës me 16 fitore, 7 pjesëmarrje. Trepça në vendin e dytë. Në vendin e tretë është Sikal Prishtina, e katërta Peja, vllaznimi në vendin e 5. Golden Eagle Yli në pozitën e 6, ndërsa dy skuadrat e fundit janë Bora e Proton Cable Prizreni. Përbërja e Trepçës është kjo, të ndëruar shikues. Anes Goshi kapiten, pastaj Haliti Hunter, Green Tuna, Medic Junior, Tmusic, Hajrizi Majer, Sferati, Koton e Tatan Kapiti, trajner Adis Beqirakic. Në anën tjetër, vllaznimi që drejtohet nga Jeronimo Sarin, në përbërje ka Antwan Walker, Ariana Zeme, pastaj Bedra Anderson, Cinco, Helens, Koshi, kapiteni skuadrës, Sinani Gjitopo e Don Poloshka. Në shtrata që të njoftohen edhe me 5 startuese. Trepça do të nisë duelin me Michael Green, Medic Junior, Mikael Tmusic, Drejton Ajrizi, Michael Myers, ndërsa vllaznimi ka këto 5 startuese: Ariana Zemi, Trey Anderson, Jericho Halams, Jason Gjitopo e Don Poloshka. Kjo përballje do të drejtohet nga treshja e gjyqtarëve Artan Kashi, Visar Bunjaku e Dren Budarolli. Këtë sezon, të ndëruar shikues, këto dy ekipe janë takuar 3 herë. Dy duelet e para i ka fituar Trepça, të parin në Shalinushi 65-87, të dytin këtu në Minatori 88-74, ndërsa humbi duelin e tretë, edhe pse ishte paraparë që të zhvillohej në Shalinushi. Ajo përballje u zhvillua në Minatori dhe vllaznimi e mposhti Trepçën 78-72. Në përgjithësi, në përballjet direkte, Trepça ka qenë skuadër më suksesshme se sa vllaznimi viteve të fundit. Në 27 përballjet e fundit të zhvilluara, 21 fitore Mitrovicasit, ndërsa Gjakovarët kanë arritur që t'i fitojnë 6 ndeshje. Jemi shumë afër fundit pjesës së rregullt të garave, të ndëruar shikues. Moti ka filluar të nxehet, kështu që për pak javë do të nisë që ambientet e jetë edhe më i nxehtë me fazën e play-offit, të ndëruar shikues. Kështu që emocionet e vërteta sportive e sigurisht ato të basketbollit përjetohen vetëm në platformën më të madhe në vend, platformën Art Motion. Në çdo moment pritet që të nisë përballja, vllaznimi që vërtet pati si vjet sezon fantastik, ndoshta nuk është pritur që kjo skuadër të arrijë në këto nivele, të jetë kaq lart në renditjen tabelare, mirë po gjithsesi me ardhjen e Sarinit, i cili më herët ka punuar në vendin tonë, skuadra u komponua dhe synimet që këtë edicion kënë paraqitje sa më të mira vazhdojnë, pse jo edhe në play-off të arrijnë finalen e madhe. Tani do të nisë ballafaqimi. Fillon çereku i parë, aksioni i parë i vendasve, ai pasim për Myers, ka topin Azemi Anderson, me njerë për Trejuan, është treshja e Anderson, 3-0 rezultatin a favorin e mysafirve. Michael Green, ndërhyrja e parë rregullt është
Ariana Zemit. Kalushi që vërtet pati edición fantastik me vllaznimin edhe ai edhe Pollosh, ka mirë po edhe vendore tjerë të vllazimit e patën minutazhën nga Sarini dhe e shfrytzuan maksimalisht. E për vendoret e Trepçës, mos të flasim, dijen kualitetet e tyre. Ja, Drilon Ajrizi, Majers vonohet, mbrojtje mire mysafirve. Mbetet 0-3 rezultati. Të vetëmet pikë deri tash i ka shënuar Anderson. Ariana Zemi. Vale ka Mikael Tmusicin. Don Polloshka. Jashtëzakonisht produktiv te vllazimi Don Polloshka. Kellems, Don Polloshka nga distanca. Ishte tentim për 3, kap topin Mikael Tmusic. Drilon Ajrizi. Majers. Mikael Tmusic për 3, Juan s'ka treshe. Lu për tom atje, Medot Junior provoj. Ngrit në ajer, duke provuar që të realizoj. Mbetet 0-3 rezultati. Majers. Tmusic. Ajrizi. Medot Junior provon për 3, nuk ka shënim, niset Anderson. Polloshka. Edhe njerë Don Polloshka. 8 sekunda për këta aksion të Gjakovarve. Atentimi. Provoj atje Gjitobo. I shkurtër ma gjuajtje. Tmusic. Mikael Tmusic për Ajrizin. Drilon Ajrizin mbrojtje mire Azemit. Medot Junior. Eziton që gjuaj për 3 duke gabuar në hapa. Udhoj se 2 minuta ka kaluar. Rezultati vazhdon të jetë 0-3, vetëm 3 pikë të shënuara. Azemi. Polloshka për Arjan Azemin, i cili provon për 3 pasakt. Majers për Michael Green. Michael Green si rufe atje. Blokohet nga Gjitobo. Tjetër mbrojtje e mire mysafirve. Pa pika koma Trepça. E pamë dhe mjekun e Mirjo Mitrovicas Vebi Leku i pranishëm në palestër. Ja, Kellems provon i pasakt. Topi do tjetë për vllaznimin. Vetëm 3 pikë të realizuara në përgjithësi të ndëruar shikues. Anderson e realizoi një treshe që janë pikët e vetme të shënuara deri tash. Majers. Topi është i Azemit. Don Polloshka. Anderson nga këndi Juan. Era 2 që provon për 3 pasakt. Majers merr topin, tenton që të kombinojë me Medot Junior. Gjitobo, Juani, sakt është 0-5 rezultati. 7 larti Gjitobo që si jetë ka pasur paraqitje të jashtëzakonshme me Gjakovarët. Ja tani Majers, Juan, Drilon Ajrizi provon, nuk ka pikë, mirë po është ndërhyrje pa lejueshme. Dy gjojle të lira për Drilon Ajrizin. Driloni që si vjet 80.3% ka pasur saktësi nga via e penaleve. Pika e parë për Trepçën. Edhe erën e dytë realizon 5-2 në fakt rezultati për vllaznimin. Don Polloshka për Gjitobo. Polloshka.
Anderson. Provoni pasati këtë tope me shumë fat. Asë kjerën e dytë nuk realizoj. Merë topin Michael Green. Hajrizi. Drillon Hajrizi. Bukur atje. Realizon për 5-4 në favorin e Qakobarve. E kap topin Mikael Tumusic i vëmendshëm. Tumusic për Myers. Bukur reagon Qitobo, i cili ka mbetur i shtrirë atje. E në anën tjetër aksioni, pikët realizohen nga Azemi. Njerë përshojmë në dëririn e Myers në Qitobo. 7-4 rezultatin në favorin e vllaznimit pas 58 loj e mbetur në qerekun e parë. Do të kësojmë të mëruar shikose për para se tam poshte si vjetë vllaznimi Trepqen me rezultat 78-72. Sezonin e kaluar vllaznimi asnjëherë nuk kishte arritur që të mposhtë rivalin e sotëm. Dërsa në sezonin 2022-2023 vllaznimi e pati mposhtur në ndeshjen e parë të atij sezoni Trepqen 75-72 dhe gjithë ajo fitore erdhi falë performancës së jashtëzakonshme që patin atë duel Burim Zekiqi që atë luante për vllaznimin, tani është pjesë e Griplendit. Raovecian momentet vendimtare kishte bombarduar kufshin Mitrovicas Burim Zekiqi, duke kontribuar mjaftueshëm për fitoren e vllazimit, ndërsa sezonin e kaluar Trepqa i kishte fituar të 4 duelet ndaj vllazimit. Azemi do të ketë drejtën të jetë në vjen e gjuajtje dhe lira, një gjuajtje në dispozicion për të. Shënon Arjan Azemi, 8-4 rezultati plus 4 për para vllaznimi. Niset Michael Green. Michael Green provon për 2 pikë, nuk ka shënim Anderson për Don Poloshkën. Arjan Azemi. Mbasin topin Mysafirët, niset Mikael Tumusic, provon ngulitjen. Ka shënim Azemi. Azemi për Anderson. Anderson bitë gjithë shkëputët gjuan dhe shënon për 10-4 rezultatin. Michael Myers. Duel forca atje me Qitobo. Myers që realizon pikët e para në ndeshje. Vetëm Myers e Hajrizi kanë shënuar në fakt pikë deri tash për nxehtarët. Helms akoma nuk kanë shpërthyer në atë lojën e tij të jashtëzakonshme. Një prej lojtarëve më të mirë në ligë si vjet është Helms. Katër minuta 44 sekonda lojë në çerekun e parë. Diskuton atje me Poloshkën, Jeronimo Sarin. Helms qëllon gjuajtjen e parë të lirë, është pika e parë e tij në ndeshje. 11-6 rezultati. Edhe herën e dytë realizon Helms 12-6 plus 6 për Mysafirët. Plus 6 është e përsia më e lartë e vllaznimit ndaj Trepqës. Tani Tuna është në lojë, pasimi për Michael Green. Michael Green provon nga distanca, s'ka pikë. Topi do të vazhdojë të jetë në pronësinë e vllaznimit. Sardjes në
skuadrën e Trepçës. Michael Green tani është lojtari më efikas në ligë me mesatarisht 20 pikë, 4 presje, 7 asistime. Anderson nga Helms, është ndërhyrje pa rregull te Green. Do të jetë hera e dytë për Jericho Helms që do të gjendet në vijën e gjuajtjeve të lira. $19 pikë, 6 pikë, 9 kërcime, 2 pikë, 9 asistime për ndeshje si vjeti ka Helms në fanelën e vllaznimit. Tre gjuajtje të lira, 3 risakt. Helms 13-6 rezultati. Në bazë të lojës së deri do tjetë edhe një qerek tjetër i dobët nga Trepça, të nderuar shikues. Nuk është i pari këtë edicion që nuk ka dalë skuadra Mitrovicase në lojën e zakonshme që e bën Ajrizi. Po vëman që Medut Junior. Medut Junior. Dy tentime deri tash, 1-2, 1-3, nuk ka shënim. S'ka pika akoma për ça. Azemi. Alams për Ariana Azemin. Don Poloshka. Anderson nuk shënon, Mertovin Kapiti, me njerë pasoj për Drilon Ajrizin. Dhe është Tuna që gjuan nga distanca, s'ka treshe, Helms më i lartë në kërcim. Niset Azemi. Ariana Azemi. Ariana Azemi është ndërhyrje pa rregullt. Koton do të inkuadrohet në lojë. Tekel Koton, largohet Tuna. Anderson për Don Poloshkan. Helms për 3 gjuajtja, s'ka shënim. Shkërcimi lartë nga Medut Junior. Servisët për para, Medut Junior është shumë i shpejt. Dhe primi mirë i ti, s'ka shënim mirë po. Aty është Dardan Kapiti. 14 aksionin anën tjetër, Anderson nga këndi gjuan për 3, s'ka shënim. Medut Junior edhe njerë niset për para. Kapiti, Tekel Koton. Tekel Koton për Dardan Kapitin. Pasimi i mirë është për Ajrizin. Drilon Ajrizi nuk shënon. Helms. Mbetet rezultati 14 në favorin e vllaznimit. Ku është Azemi, fantastik, Ariana Azemi, 5 pikë të ti, 8+ për mysafirët. Drilon Ajrizi, nuk ka shënim nga distanca, 5 centime për 3, vendasit asnjë nuk kanë qëlluar. Don Poloshka me tabel provoj që të realizoj Medut Junior. Medut Junior, lëvizje fantastike ti, s'ka shënim. Provon edhe Kapiti, pa pikë në këtë aksion Trepça. Poloshka. Anderson është ndërhyrje pa rregullte Drilon Ajrizit. Dy gjuajtje të lira. Do të ketë dispozicion Anderson. Trej Anderson, i cili deri tash ka shënuar 5 pikat sa ka realizuar edhe Ariana Azemi. E parë që gjinë në vjen e gjurëve të lira, Trej Andersoni pasak në tentimin e parë. Aseri e dytë nuk qëllon.
Gjotë është ndërhyrje pa rregull të Helms. Elin e shkaktoi Dardan Kapiti. Helms do t'jetë në vjen e gjojtjeve të lira. 4 pike ka deri tash. Ja ku është pika e 5, që tash më herët që akoma nuk ka dalur tek loja e tij Helms. Lojtar tepër produktiv, efikas. Tekele Koton. Michael Green. Tekele Koton. Arriti që kombinojnë me Semi Hunter, merr topin Helms. Ariana Zemi. Ariana Zemi e kërkon hapësirën, provon, nuk ka shënim. Merr topin Tuna. Niset përpara Tuna, Tekele Koton. Kapiti, Koton. Semi Hunter. 4 sekonda për këtë aksion të Trepçës Hunter. Gjujtja e gabuar. Vën skuadrën përpara Michael Green. Green për Kapitin. Pasimi dobët. Edhe reagimi i Adis Beqiragicit. E kënaqur sigurisht me lojën e skuadrës. Trey Anderson. Gjitobo. Poloshka. Anderson. Anderson përballë pati Dardan Kapitin. Gjitobo nuk shënon. I pa moment që ishte topi do tjetë për Trepçën. Do një kuadro tani tek vllazënimi Sinani, Albert Sinani. Ja, Michael Green, sërish nuk ka 3 pikë, është era 6 që provojnë vendasit, asnjë nuk kanë qelluar. Ariana Zemi. Azemi, ofërti Tuna, Ariana Zemi. Provoni saktë është me siren, realizon Ariana Zemi për të bërë lojtari më efikas tek skuadra e tij me 7 pikë dhe pas çereku të parë rezultati është 20-8, 12 pikë avantazh për vllaznimin. Skuadra e cili luajti shumë mirë krahasuar me kundërshtarin në 10 minutat e para. Tek Trepça vetëm Kajrisi 4 pikë e Myers që ka shtuar 2 lojtarët e Peshës startuese, ndërsa ka banka Kapiti, pra që të 3 kanë hyrë në listën e realizuesve, ndërsa te vllazënimi 7 pika Zemi, 6 Helms, 5 Anderson e 2 të tjera Gjitobo. Një tjetër qerek i pari dovet nga Trepça këtë edicion. Tash do merr nuk ka qenë i vetmi kur kjo skuadër ka luajtur vërtet dobët. Edhe sot as pak efikase skuadra e Adis Beqiragicit në çerekun e parë. 6 tentime nga distanca, asnjëherë nuk qelluan për 3, ndërsa për 2 pikë 13 tentime, vetëm 3 herë të saktë, ndërsa te vllazënimi gjërat janë shumë ndryshe. Një treshe realizuar, 5 dyshe, ndërsa nga vija gjyri të lira lojtarët e vllazënimit 97% të saktë, 12 kërcime në çerekun e parë pati vllazënimi, 18 Trepça në asistimi vetëm 1 Mitrovicasit, 3 Gjakovarët, 10 topa të humbur i pati Trepça, vetëm 3 vllazënimi, në topa të vjedhur 2 Trepça e 6 vllazënimi. Këto statistika dëshmojnë për dominimin e ekipit të Gjakovar në çerekun e parë. E tani do të startoj çereku i dyti përballjes.
Aksioni I parë është I mysafirve. Arjan Azemi për Qerikol Kalams. Azemi. Arjan Azemi. Azemi për Gjitobo. Nuk realizat me topin sërish ka ndërhyrje të palejueshme ndaj tij. Gjitobo 2 pik I ka të shënuar. Ka kontribuar edhe me një kërcim me një blokad. Isak në gjuhjet në parë të lirë, Gjitobo. Nga via e gjuhjet të lirë deri tash. Kalams 6-6 është 100% efikas. Edhe herën e dytë realizon Gjitobo në kuotën e 4 pikve. 22-8. Michael Green. Michael Green, ndërhyrje pa rregullt është nga Arjan Azemi. Do të rikthehet në lojë Don Poloshka. Largohet Arjan Azemi. Paraqitje shumë I mirë deri tash 7 pikë ka të realizuar. Ka kontribuar edhe me 3 asistime, 1 kërcim me 2 topa të vjedhur. Pasakt në gjuhjen e parë të lirë Michael Green. Edhe herën e dytë Gjuan duke shënuar Michael Green. Është vetëm pika e parë e tij në ndeshje, kontribut I vogël I tij në lojën e skuadrës. Sinani provon nga distanca, Arber Sinani s'ka pikë, topi shkon tek Michael Green. Nësemi Hunter për Mikaile Tumusic. Hunter. Nësemi Hunter. Tekele Koton provon. Ska shënim Kapiti. Lufton për top atje me Gjitobo. Del fituese Çandra Gjakovare. Poloshka. Kalams. E gabuar pasen. Provoj që të kombinante me Don Poloshkën. Kojnë do ta kthej në lojë. Me du të junior. Tekele Koton I pasakt. Poloshka. Gjitobo. Don Poloshka. Ja, tentimi I tij provon që të realizojë me tabel. Kap topin Dardan Kapiti. Niset Koton. Mikaile Tumusic. Një sigur se pasoj më herët Kalams pothuaj se tani edhe Tumusici e në lojë tek vllazëri do t'i inkuadrohet Anton Walker. 22-9 rezultati, bërësia është e lartë në favorin e ekipit mysafir. Tani Myers merr topin. Myers arrin që të shënojë 4 pikë të Myers. 11 plus për vllaznimin. Po kënaqur tifozët në minatorin e lojën e Trepçës. Koton. Hajrizi.
Do Junior tek ele Cotton. Pasi më ndalë loja shënoj nga distanca Cotton, për ndryshe asnjë 3 pikësh nuk e kanë realizuar minatorët deri tash. 8 tentime kanë pasur. Tek Cotton. Mikail Tmusic më në fund vendasit realizojnë 3 pikëshin e parë. Kalams. Pikët e para në ndeshje për Mikail Tmusic. Don Poloshka. Trey Anderson. Lufton atje Walker. Topi është i Mikail Tmusicit. Ka ndërhyrje pa rregullt nga Andrew Walker. Kërkuar time-out nga Sarin. Gjashtë minuta 47 sekonda lojë mbetur në pjesën e parë. 22-14 rezultati në favorin e vllazimit. Skuadër kjo që mbylli 10 minutën e parë 28. Rezultati momental në këtë qerek të dytë është 6-2 në favorin e Trepçës. Po 2-4 nga Myers në pikë dhe kërcime. Hajrizi. Myers. Medo Junior. Ngrit atje Juan për 3 skoshën e Myers. Realizon me kapi personal. 6 pikë të Myers. Gati shumë të lashe pas kalimit e Trepça në përshtatjen e lojës e ekipit. Mirë po dalë nga dalë duket që po ambientohet ashtu si që pritet në minatori. Realizon nga via Gjyri Udelira. Myers pika e 7 e ti. 5 pika avantash për vllaznimin. Don Poloshka nga pozita qendrore Gjuan. Treshe e Poloshkas. 25-17 rezultati. Don Poloshka shënon pikët e para në ndeshje. Tek ele Cotton, Medut Junior. Më në fund qëllon është dyshe ti. Pikët e para në ndeshje për Medut Junior. 25-19 rezultati. Tërkthejnë loja zemi e Gjito Po. Don Poloshka. Walker ndeshet atje me Myers. Është ndërhyrje pa rregullt. Këto pamje nuk kemi nevojë të ndëruar shikues. Këto pamje nuk na nevojitën as pak. E ne këto edhe ju para televizoreve tuaja të ndëruar shikues, jemi për shikuar basketbol dhe jo gjeste të tilla.
Tani gjyqtarët do të marrin vendim. Përjashtohen pra dy lojtarët e indikuar në incident. Bëhet fjalë për Michael Myers në një anë e në anën tjetër Advan Walker. Se të krijuan atë situatë. Pak shaste më herët. Ka mbetur edhe 5 minuta 37 sekonda lojë në pjesën e parë. 25-19 rezultati. Tani do të rifilloj loja të ndëruar shikues. 25-19. Vllaznimi që pati avantazh deri në plus 14. Çfarë fantastik i zhvilluar nga Gjakovarët. Tani Don Poloshka. Ariana Zemi. Columns. Ja, Gjuajtjeti. Gjitobo shpëton topin. Poloshka për Gjitobo. Gjitobo. Nuk ka shënim, topi përfundon tek Koton. Është foli shkaktuar nga Sinani. 5 minuta 12 sekonda. Lojë mbetur në pjesën e parë. Vjeri Gjuri Hotelira tekel Koton. Sak në gjuhet në dy të lirë tekel Koton. Lojtari që realizon pikën e parë në këtë ballavaqim 5+ për mysafirët. Rrydhje pa rregullt. Dhe Gjitobo në Tmusiqin e Koton. Tekel Koton, Liro, gjuan për 2 pikë, s'ka shënim. Topi do tjetë për vllaznimin. Poloshka. Don Poloshka. Që ka 3 pikë të realizuar njerë që lojt nga distanca. Columns. Ariana Zemi. Për bati Tmusiqi. Columns i lirë krejtësish gjuan. Nuk ka shënim nga distanca. Mikaele Tmusiq. Tmusiq për 3. Nuk ka shënim. Mbejlet me vetëm një treshe të realizuar trepçat e ka shënuar Tmusiqi. Nga ndërhyrje në Azemin, të rikthehet në lojë Trey Anderson, lojtari që realizoi pikët e para në këtë ndeshje. Rezultati momentan në çerekun e dytë 12-5. Në vjen e gjuajtjeve të lira Ariana Zemi, i cili është në kotën e 7 pikëve deri tash, ka kontribuar dhe me 3 asistime, 1 kërcime, 2 topa të vjedhur.
E sak në gjojtë në parë të lirë, Ariana Zemi, pika e 8 e ti. E një tentim të raket. 2-2 është nga vija gjojtë të lira. Azemi, saktë edhe një herë. Plus 7 për mysafirët. Tekel Koton, më në fund qëllon për 3-4 pikë në gjithsej të realizuara në ky lojtar. Është vetëm treshja e dytë e vendasve. Poloshka. Ariana Zemi, Anderson. Nuk ka shënim mirë, po është ndërhyrje pa rregullt. Shkot banka e Trepçës. Një gjojtje e lirë do t'jetë në dispozicion në Trey Anderson. Të riktheje topi në lojë nga Ariana Zemi, 3 minuta 37 sekunda. Lojë mbetur në pjesën e parë. Qito bo për Sinanin. Azemi, tentimit i nuk ka shënim. Topi kthehet pas intervenimit të Gjito bo. Janë nga kënde atje gjua, nuk ka shënim nga Anderson. Michael Green. Tekel Koton. Tribina poshtë, edhe njerë qohemi e kini vrejtë një fundit ju zbrazi krej, ju kshalu. 23, 3 minuta, 14 sekunda. Të shikojmë në monitor gjyqtarë se çfarë ndodhi më herët. Pasur më të saktë. Topi do të vazhdoj të jetë në përëndësinë e vendasve, nuk e kishte shkelur virë atje Koton. Topi do të kthehet në lojë nga anësh. 14 sekonda për aksionin tjetër të Trepçës. Michael Green. Drilon Airizi nuk ka shënim merr topin Semi Hunter. Michael Green sërish nuk ka pik.
Shkoton ato Bajrizi, Semi Kanter. Michael Green. Kanter. Nuk ka shënim, efikasitet të edhi dobe dhe Mitrovicasve në gjuhetje nga distanca. Tekele Koton. Bajrizi. Lojmi në mbrojtje nga Azemi. Dalje shpejt për para Qakovarve. Arjan Azemi, Gjuan, fantastik. Arjan Azemi, 11 pikë të ti. Bëhet lojtari i parë që realizon pikë 2 shifrore në këtë përballje. Michael Green. Bajrizi. Michael Green. Dyshe ti. 3 pikë të realizuara nga Michael Green. 5+ për vllaznimin. Azemi. Sinani për 3 Gjuan, Arbër Sinani, i sakt është. Ajrizi. Drillon Ajrizi, nuk ka pik. Topi shkon tek Voloshka, Sinani. Arbër Sinani për mrekulli, lirohet. Duke realizuar 5 pikë ekspreset e ti. Shko në plus 10 avantajë i vllaznimit. 25-35 miniseri prej 0-5 e Qakovarve dhe ajo falë pikëve të realizuara nga Arbër Sinani që realizoi një treshe, një dyshe. 5 pikë në total, pra kam mbetur edhe 1 minutë e 33 sekonda deri tek fundi i pjesës parë. Kujtoj më njerë që qerikun e parë e fitoi vllaznimi 28, rezultati momental në qerikun e dytë është 17-15. Tani kemi një lojtar që është duke luajtur me pikë 2 shifrore, ai është Arjan Azemi, 11 pikë, 4 asistime, 2 kërcime, 2 topa të vjedhur nga Arjani, ndërka sa ne jemi duke parë edhe statistikat e deri tani në këtë ballavaqen tek Trepça. Lojtari më efikas është Myers, i përjashtuar nga loja së bashku me Walker, pas atyre momenteve as pak të ishme që patën. Myers pra i ka 7 pikë e do të mbetet me to gjatë kësaj përballje. Semi Kanter për Mikaele Tmusic. Drillon Ajrizi për 3 Gjuan, Drilloni, nuk ka shënim. Shpëton topin Arjan Azemi, Columns, Arjan Azemi, fantastik sot. Topin Michael Green, sa shpejt nizet Semi Kanter. Michael Green. Michael Green, çfarë lëvizje është mira të ti, medut Zhonjar Gjuani pas sakt. Efikasitet shumë i dobët i venasve, kam kokën atje dhe Adis Beqiragici i paknaqur me lojën e ekipit. Columns. Azemi. Anderson Gjuan, s'ka shënim. Sekundat e fundit të pjesës e parë, Mikaele Tmusic. Michael Green. Edut Zhonjar, shtera dytë që ka po në kapa. Timeout ka kërkuar Sarin. 25-35 rezultate. Efikasitet shumë i dobët për 3 nga Trepça, 15 tentime, vetëm 2 kam qëlluar. Ndërsa në statistika tjera të lojës, Mitrovicasit vetëm 33% janë të sakt në gjyre për pipik, 21 me 7 nga vjetë gjyre të lira, 7-5 apo 7-10, 1% saktësi.
Në anën tjetër vllazënimi për 2 pikë. 22-7 apo 31% saktësi për 3 pikë. 11-3, 27% sakt nga vjetë zhvyrëve të lira, 85% saktësi apo 14-12. 12 presje 8 loje mbetur në këtë pjesë të parë. 25-35 rezultati. Vllazënimi që pati e përsin deri në plus 14 në gjatë kësaj pjesë të parë. Tani kemi ndërprerje të energjisë, nderuar shikues. Rikthehet energjia elektrike dhe krejtësisht në finish të pjesës parë. Pjesë parë që faktikisht zgjati më shumë se sa zakonisht pas atij incidenti në mes të Myers e Walker. Incident krejtësisht i panevojshëm sigurisht. Në po situata u qetësua me njëherë pas reagimit të dyja bankave dhe lojtarëve të dyja skuadrave. Nëse semafori kryesor nuk është duke funksionuar pas ristartimit, nga ndarja e energjisë elektrike, do të zhvillohen këto sekonda vetëm nga orientimi i semaforit mbi kosha. Helms, momentet e fundit, Helms gjuan treshe e Helms i cili realizon mbyllët pjesa e parë të nderuar shikues. 25-38 rezultati në favorin e vllazënimit. 18-17 fiton këtë çerek të dytë vllazënimit, të parin e fitoi 20-8. Lojtari më efikas tek Çakovarët është Azemi me 11 pikë. 9 pikë të tjera i ka realizuar Helms, anën tjetër tek Mitrovicasit Myers ka 7 pikë, nga 4 Hajrizi e Koton. Të nderuar shikues, pas disa minutash pauzë do të rikthehemi sërish bashkë drejt për së drejtin nga minatori për përcjellur edhe pjesën e dytë.